Rikthehemi sërish bashkë për vazhduar tashmë me të ftuarin që e kemi në studio për një temë shumë të rëndësishme e akoma më me rëndësi se sa ajri. Ajo se çfarë ne thithim edhe ajo me çfarë ne edhe jetojmë, sepse përmendim çdo gjë, nuk mundem pa kët apo pa atë, po pak me tu ndal ajri, fryma natyrisht nuk mundesh me jetu. Por kemi ndëgju edhe kemi sjell edhe tek ju informacione që po bëhen çdo ditë studime, hulumtime, por mbi gjitha Kosova po vazhdon sërish me qëndru me një ajër mjaft të ndotur, që është edhe një prej shkaktarëve edhe të vdekjes së parakohshme. Por fatmirësisht Kosova ka edhe ekspert që njihen me mjedisin në përgjithësi dhe ne kemi kënaqësinë ta kemi në studio profesor doktor Ilir Morinën. Faleminderit që erdhësh, është ekspert i mjedisit. Ilir, përshëndetje. Përshëndetje juve dhe gjithë ndëgjuesve. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që çdo herë afër dëgjuesve, shiquesve edhe neve gazetarëve. Përndryshe në rrjetin social e kemi pa që edhe ke publiku një libër që është botu tashmë në Shqip, është një monografi me titullin Zhvillimi i metodës së rikultivimit të deponisë së hirit të termocentralit në Prishtinë, Kosovë. Për çfarë bëhet fjalë? Ky është një studim grupor, cilin e kam dhënë gjatë punës së doktoratit në Berlin, Humboldt Universitet Berlinit, ka qenë një program IDEADES, ku kanë marrë pjesë përveç meje, do të thotë si kryesues, kanë qenë 5 studentë gjerman që kanë diplomuar në njëjtin studim, edhe 2 profesorë gjerman dhe një nga Kosova, ish dekani i fakultetit bujqësisë. Ka qenë një temë shumë komplekse, mos më thonë mbi 5 tema brenda. Është punu 5 vjet, jenë analizu gjitha çështjet e obiliqit, do të thotë termoelektronave ose termocentralit, duke përfshi këtu ajrin deri në Prishtinë, do të thotë edhe Prishtinës, cilësinë e tokës, në 6 kilometra për metër prej Kekut, Kosovës A, termocentralit Kosovës A. Hirit, gjitha fazat e hirit, prej prodhimit nga furra atje kur del, do si hi fres me pH 14, që s'ka pH më të lartë, do të thotë bazike, që s'ka gjas asnjë gjallësi tritet këto, deli freskët, dete hiri që është depozituar nga vitet e 60 kur ka filluar termocentrali, do të thotë dete hiri i vjetër, janë 4 faza të hirit. Hiri i vjetër do të thotë mbi 25 vjeçar, ku fillojnë vetë të mbijnë farat edhe bimët, me ndihmën edhe shpesëve të ajrit. Do të thotë gjendja ka qenë katastrofale dhe ende është e keqe. Pikërisht këtu desha të ndalim nga gjithë ky studim që është bërë 5 vjeçar, edhe pikërisht tek hiri, tek deponit, tek termocentrali, që ne që jemi se laik e dim fare mirë që termocentrali po e ndot, por nuk kemi qenë ndoshta të vetëdijshëm që do të thotë edhe në tokë ka ndikuar dhe çdo gjë aty nuk mund të mbijetojë dhe të ekzistojë. Këtu ka qenë qëllimi të dihet saktë se sa janë të kontaminuara përveç ajrit, që është normal shihet me sy, atëherë sa janë të kontaminuara toka, uji, urat nën toksor dhe sipërfaqësor, gjithashtu edhe biodiversiteti dhe ndikimi në njeri. Të gjithë ky kompleks studimesh është i paraqitur në këtë libër. Tani më kam përkthyer në gjuhën shqipe, se gjermanisht e botuar në Gjermani goxha ka vite që shitet edhe e shfrytëzojnë të gjithë studentët gjermanfolës, ose që studiojnë gjermanisht në 3 shtete. Do të thotë kjo libër është edhe në Deutsche Nationalbibliothek dhe në Amazon, Amazon.de. Do të thotë është shumë lehtë i gjendshëm në gjuhën gjermane, kurse në gjuhën shqipe s'ka qenë, kam pas shumë kërkesa. Edhe kam dashur që gjeneratave të reja dhe të gjithëve të japin shfrytëzim një metodë më të lirë ndërmjetshëm të kultivimit të deponive të hirit. Po e njëjta metodë shfrytëzohet edhe për deponit që i ka sot Trepsha, mbi 65 milion ton metale të rënda janë në 6 pika lokacione të Kosovës, ku janë duke shkaktuar vdekjen e njerëzve, shkatrimin e biodiversitetit, kontaminimin e tokave dhe urave zeza dhe urave nëntoksore, dhe gjitha këto ndikojnë në sëmundje të ndryshme që përcillen qoftë direkt përmes frymarrjes tek njerëzit nga këto deponi, qoftë edhe përmes lopës që janë mbarin përreth tyre dhe ne shfrytëzojmë qumshtin ose mishin, pulat që ushqejmë dhe në mënyrë indirekte e fusin në organizmin tonë. Ne shfrytëzojmë vezët edhe e shruajmë aty bio, e ndoshta gjithë ato pula janë rrit afër një deponie të kontaminuar me metale të rënda, të cilat futen përmes ushqimit, ajrit ose ujit në organizmat e njerëzve dhe të kafshëve,
dhe shkaktojnë kancere të cilat ndodhin gradualisht, ngadale, janë shkaktojnë sëmundje kronike dhe pastaj nuk ka mjek që e qëllon prej qafit ka ardhur. Kjo libër është, ose ky punim, ka rezultate ku mund të shfrytëzohen për çfarë do lloj gjelbrimit, në qoftë edhe autostradat e reja kur të hapen, për një gjelbrim shpejt formave të ndryshme. Ju e shihni çfarë rrshitje në autostradën e Ibrahim Rugova po ndodhin. Vërtet. Është bërë nga Bechtelli, nga Ministria, ekspertë e Ministrisë së Infrastrukturës, përcillet tash nga inxhinierët e Ministrisë së Infrastrukturës dhe asnjë ekspert, edhe ata që kanë studiuar në Kroaci, nuk janë në gjendje të krijojnë një skelet për mos marrshit dhau. Do t'ja kam ofruar metodën dhe nuk e përdorin, jemi shumë... Do thotë, ju keni ofruar metodën, keni bashkëpunuar edhe me... Ju kam ofruar edhe përmes Facebookut, ku e lexojnë. Do thotë, ju ofrojmë... E keni dërguar në Ministrinë e Mjedisit? Po, ju ofrojmë edhe gjatë kur isha zyrtar, edhe si agjenci e mjedisit. Do thotë, duhet një stabilitet i dheut, i hirit, ose çfarë do lloj deponie, ose asi pjertësie të dheut të punuar, duhet një skelet. Paramendoni një peshk pa hala, nuk mund ta gjeni. Ose një njeri pa skelet, ose një kafsh pa skelet. Do thotë, gjithë autostradat që ndërtohen e dheu për rreth, që hudhet, mundohen ta shtypin dhe nuk i krijojnë kurrë skeleti. Këtu ka metoda të cilat janë përdorur në Evropë, ka edhe literaturë që mund ta marrin. Ndërsa me vëmendje shife dukshëm. Dhe e lidhin me gjitha këto projekte të cilat janë kryer ose po kryen në mënyrë amatoreske, e fatkeqësisht po ndodhin pastaj edhe aksidente pas rrshitjes ose bllokada të rrugëve që njerëzve ju kushtojnë. Ne jemi mësuar me dëmtime të xhepit edhe të familjeve edhe shtetit. E kjo është më e keqja e Kosovës, po çdo bllokadë që ndodh në një rrshitje të dhautë, nëse edhe për një orë, jo për një ditë, dy ose një javë që ndodh shpesh, është një humbje ekonomike e shtetit edhe e xhepit të shtetarëve, sepse ata nuk mund të lëvizin lirshëm, ose transporti shkohet përmes një rrugë tjetër që shkakton shpenzime. Madje ka pasur raste kur ka përfunduar edhe me fatalitet, gjë që nuk do duhej dhe do duhet në atë aspekt përgjithësi të jenë të kujdesshëm. Po, ka studime të mjaftueshme edhe në gjuhë tjera, po ka tani edhe në gjuhën shqipe, mund ta shfrytëzojnë edhe këtë literaturë. Ku munden me gjetë librin, është lehtë i qasshëm? Është lehtë i qasshëm, po mirë, po ende nuk kemi vendosur cila librari ta marrë të drejtën për shitje. Çmimi do të jetë them simbolik për arsye se kjo në Gjermani shitet 50.22 euro për momentin. Mirë, po këtu do ta ketë një çmim simbolik se them diku rreth 15 euro sa të paguhen shpenzimet e këtij botusit e këto të tjera. Dhe në libër nuk është para e humbur asnjëherë kur investojmë në libra. Për ndryshe, për ata që kanë nevojën edhe gjatë rikultivimit të hirit në mënyrë klasike, shumë dobët që kanë kompanitë e huaja me tonat me një donacion e kanë shfrytzuar këtë libër, por nuk i kanë shkuar direkt në studimin që ne e kemi ofruar. Për këtë arsye edhe prapë do të ketë probleme. Mirë, po e kam ofruar gjithë ekspertizën time, edhe materialin, studimet, do të thotë for free, që thonë pa para. Edhe shkry kjo metodë në... Do doja të ndalesha, jeni ndalur tek deponia e hirit të termocentralit në Prishtinë. A është e vetmja kjo që ndërsa e shkakton dëmin më të madh? Jo, kjo ka qenë më e keqe gjatë studimit. Do të pika hotspot ose një vend më i rrezikshëm dhe ka shkaktuar probleme më të mëdha, ka qenë më e madhja, edhe ka filluar nga viti 1962, në momentin kur ka filluar mu prodhu energji elektrike, është djeg linjiti, qymyri. Është nxjerr qymyri, është blu, që është proces, është tharë dhe është djeg. Qymyri i Kosovës, linjiti është qymyri më i ri i mundshëm gjatë kohërave gjeologjike, dhe është në sipërfaqe, ende në sipërfaqe. Ka më pak kalori se qymyr guri dhe qymyr e tjera që janë më në thellësi që janë kriju më herët, dhe ky qymyr liron ka shumë lagështi, ka mbi 40% lagështi, edhe ka 18 deri 21% hy gjatë djegës, gjatë procesit djegës liron shumë hy. Ky hy mbi 15% shkon ose 20% shkon nga gjaçet del. Folët elektrofiltrave dobët që kanë qenë, ju e shihni çfarë ndotje ka, dhe gjitha këto pastaj ndotjet, pasojat, mos mirët e pasojat se dalin të mëdha. E kur thuhet rikultivim,
I bie që Rikultivim do të thotë stabilizimi i deponisë, është metodë e stabilizimit të deponisë, shfrytëzimi të bimëve të caktuara që mund të rriten në hi, edhe në cilin lloj të hirit. Do të thotë që të mos bëjmë shpenzime enorme ose për mungesë mjetësh financiare, në 50 vjet s'kena mujtë me bënë një rikultivim. Një mbulim me dhe, edhe pastaj gjelbrim, ose mbjellje të pemëve, ose futja e skeletit në forma ndryshme të drunjeve, ose forma tjera stabilitetit. Për këtë arsye, kjo metodë ka qenë metodë e lirë, dhe ju ka thënë të gjithë të tjerëve që ju nuk keni nevojë në një hi 25 vjeçare më të vjetër, se tash viti 62 i ka 67 vjet, 63 vjet janë shumë të mëdha. Do thotë nuk i nevojë në hirin e para 63 vjetë ose 60 vjetë, 50 vjetë, përveç stabilitetit të krijohet, nuk ka nevojë me hudh 1 metër, 2 metër dhe, sa është një kosto të madhe, ka miliona euro kosto. Atëherë mjafton bimë të caktuara të cilat janë në libër. I kemi bimë të caktuara Festuca rubra edhe Sinapis arvensis, të cilat shfrytëzohen në dy forma, njëra rritet në mënyrë horizontale, tjera vertikale, dhe brenda 3 muajve shkon deri në 60 centimetra. Të krijosh ti një masë biologjike, një masë organike të bimëve, një hi për shembull, e pastrojmë pastaj ato ajrin. Për disa muaj, pa automatikisht ato krijojnë materie organike që pastaj vazhdon procesi edhe pH-ja e hirit bie. Kur bie pH-ja e hirit, aty është në gjendje pastaj të rriten edhe bimë tjera. Kush është përgjegjës në vendin tonë? Cila ministri është përgjegjësa e mjedisit? Në fakt, kompetencat janë nda me mirë. Kompania publike ka kompetencat, Keku i ka kompetencat e veta, ashtu siç ka kompetencë të nxjerrë qymyrin me minierat e tij, ti përpunoj dhe ta djegë dhe të prodhoj energji, atëherë do të rehabilitoj edhe proceset për cilat i ka krijuar. Që kush e ka këtë përgjegjësim për me i mbjellë sa më shpejt të bimë që më na u. Keku është dashur gjatë gjithë kohës, edhe qeveria ta të insistoj që të harxoj gjithmonë edhe në ligjin e mjedisit, edhe në ligjin e vlerësimit ndikimit mjedis, ligjin e vlerësimit strategjik mjedisor, ligjin e të gjitha ligjet ekzistuese, bazuar në direktivat evropiane. Bilesh para parë ka marrë pjesë para 10 viteve në hartim të një direktive evropiane për operatorët e gurthysve dhe të minierave. Në Evropë është rregulluar që secili operator edhe Keku në këtë rast të ndaj për punën të marrë lejen, s'guxon të punoj pa përpëlqim mjedisor, as një kompani, as publike, as private. Pastaj ky pëlqim ka kritere, ka rregulla. Në këto rregulla është vendosur që kompanisë së caktuar ti mirët një garancion bankar. Për shembull, nëse rikultivimi dhe përmirësimi i gjendjes së fund për të bërë një gjendje kapshme për natyrën, se natyrë nuk krijohet më gjendja siç ka qenë, se natyra është ajo që ka kriju diçka të magjikshme. Njeriu e shkatron atë me çfarë do forme të eksploatimit. Mirë, por për ta kthyer në një formë të kapshme, atëherë i mirët një garancion bankar prej X, për shembull prej 1 milion euro, sepse aty fitimi është shumë i madh, është flitet për qindra miliona euro. Atëherë atë 1 milion euro ose ata 2 milion euro që ju kanë dalë me garancion bankar, kur të përfundon cikli i punës, sepse secili proces ka një cikël fillestar dhe përfundimtar, atëherë ato mjete ai duhet të shfrytëzoj për rikultivim, për përmirësim gjendjes. Me këto 5 vite që keni parë, sa hektar tokë në atë pjesë janë përfshira me hi? Vetëm deponia e hirit të Kosovës A ka qenë 150 hektar, mbi 100 metra lartësi e hirit, do thotë prej vitit 62 sa është hedhur, ka pas çarje të mëdha. Një pjesë e hirit ka shku me Shirita, ata janë eliminu, falë tyre studimeve dhe presionit ministrisë dhe agjencisë mjedisit. Këto hiri nuk transportohet më me Shirita, sepse shumica e mbi 30% prej urit ka fluturuar deri në Prishtinë me 10 kilometra. Pastaj është eliminuar ajo dhe është transportuar me hidropompa ose në hidraulike me ujë. Mirë, po edhe ajo pastaj ai uji që shku ka dalë nëpër kanale dhe kemi foto dhe studime që kanalet për rreth deri edhe lumet kanë 1 metër hi grumbulluar poshtë dhe ka ndodhur se ndonjë kafshë, ndonjë fëmijë ose persona ndryshëm kanë mujtë dhe më mbyt në to. Për arsye që kanë qenë rrezik permanent dhe në fund për shkak të presionit tash termocentralet kanë deponi në vendin tjetër,
përveç në deponia si Bovësit e Kosovës B, është një deponi tjetër ku shkon uji dhe si që dini ende s'po mirën masa për një liçe blu që quhet liçe një kaltër. Pse nuk po mirën këto masa si ekspert, si po e vlerëson? Nuk ka njerëz që vërtet e din rëndësinë, nuk ka fonde Kosova, apo po harrojnë që marrin frymë për me jetu? Pika parë është ajo që the që për të qenë udhëheq si një kompanie që ndot dhe vret njerëz, Kiku vret njerëz, Kosovë mbi 1000 persona për 6 muajt e parë 2024 janë deklaruar nga onkologjia që janë identifikuar me kancer. Ka po vjen e kancer. Normal që përqindja më e madhe vjen nga ndotja nga Kiku dhe nga automjetet që shfrytëzojnë lëndë fosile, do thot benzinë dhe naftë. Dhe tash po të ishin të vetëdijshëm ata drejtarë, ato borde që po emrohen, do thotë është pak edhe dëshirë e njeriu dhe njohuri për të marrë me atë punë. Para, po ajo nuk është asgjë që është tjetra. Kena institucione shtetit, inspektorët mjedisit, edhe në komunë, edhe në ministri, të cilët i gjobitin privatët, të cilët me familje tyre mundohen të krijojnë një biznes, edhe kompanitë publike janë disi të liruara për këtyre gjoba. Unë lutë gjithë gazetarët, kolegë, që në studio të ftojnë më shumë ekspert të tillë si jeni ju, por edhe ata përgjes të bordeve që unë do i marr emrat pas emisionit, se cilat janë ato borde që munden me pas të ndikim edhe me i përmisu këto kushte, dhe mos lejojmë të jetë një numër kaq i madh kur mundemi me eliminu, dhe për këtë arsye ekspertët janë mjaft të rëndësishëm. Me neve e kemi profesor doktor Ilir Morinën, që është ekspert i mjedisit, dhe tashmë në studimin mbi 5 vjeçar monografia e botuar në gjuhën gjermane tashmë e keni edhe në Shqip, zhvillimi i metodës së rikultivimit të deponisë së irit të termocentralit në Prishtinë, Kosovë, dhe një rëndësi shumë e madhe për ndotjen, për ajrin, por edhe mënyra e rikultivimit, siç e treguat që ka mundësi të shumta ku ka dhe bim që mund të rriten pikërisht te ato hektar tokë që janë të kapluara tashmë nga iri, që nga viti 62, do thotë plot 63 vite. Si qëndron Kosova me ajrin si njohës, me atë se çfarë po dëgjon, edhe me atë se çfarë po sheh? Sepse ju vazhdoni edhe me ligjerum, duket jeni profesor ende në Universitetin e Pejës. Në Universitetin Publik. Po unë ligjeroj ndotjen e mjedisit, ligjeroj edhe lëndë tjera ndryshime klimatike dhe ndotja e ajrit në master program, gjithashtu në programin e agroekologjisë dhe agromjedis. Kemi do të thotë agroekologjinë ose ekologjinë bujqësore dhe lëndë të cilat janë shumë interesante, që lidhen me mjedisin dhe bujqësinë, me ushqimin, me ajrin, me shëndetin, gjitha këto, dhe ndryshime klimatike. Kosova është duke ecë shumë ngadalë, do të thotë tepër ngadalë, do të thotë nuk ka përparuar fare. Ne jemi munduar me vite të tëra të krijojmë një stabilitet njohurive të njerëzve, të krijojmë njerëz, se pa resurse humane ose pa njerëz që dinë ç'a është mjedisi, ç'a është ndotja e ajrit, ç'a shkakton ajo, nga çka shkaktohet, nuk ke mujt me kriju një ligj të mirë, një strategji. Sot Kosova i ka të gjitha dokumentat e bazuara në këto direktivat evropiane. Është shumë interesant se kemi strategji për ndryshime klimatike, kemi strategji për cilësinë e ajrit, kemi strategji për menaxhimin e mbeturinave. Kemi aty projekte, objektiva, qëllime. Kredi kemi, por sa po zbatohen? Asnjë pik. Do të thotë, unë mendoj që këtu janë edhe vepra penale të ministrit dhe të gjithë atyre që nuk i zbatojnë. Askush, asnjë shoqat, kanë vdekur edhe organizatat jo qeveritare mjedisore. Duhet të reagojnë edhe organizatat për të drejtat e njeriut, sepse është e drejtë e njeriut të marrë frymëlirshëm. Nuk janë duke siç reagonin përpara. Çka ka ndodhur nuk e di, po kjo është mos kjo ajri ndotur na ka trullosur pak ndikon edhe në mendimet tona. Ka gjas. Fatkeqësisht kanë qenë në vitin 2019-20, mbi 95 milion euro të caktuara nga Bashkimi Evropian dhe Banka Gjermane për filtra të ri për të vendosur në termocentralet e Kosovës. Ka ndodhur ato? Ato janë ende diku në Fiok. Sa milion janë? Mbi 95 milion. Dhe qeveria ka pasur diçka më shtu, që Kosova B, që sot është ndodhësi më i madh në Kosovë, jo Kosova, se në 2012 pa të arritë qeveria të bashkë me Komisionin Evropian të ndajë mjetet dhe të krijojë elektrofiltrat e ri. Në termocentralën e vjetër ka qenë ide e mirë,
Po, ka pas mu vazhdu dhe mu ndërtu termocentral i ri. Sot, as nuk kemi termocentral të ri, me direktiva evropiane, me norma, nuk kemi prodhem të mjaftueshëm, po importojmë çmime maramense, edhe ndotja është tepër e madhe. Kretë kjo, ky konglomerat sjell të çmimi, ngritja e çmimit të energjisë, ngritja e çmimit të jetës, do të vështirësia në shëndet, vështirësia në ekonomi familjare. Për këtë arsye, unë kisha kërkuar nga institucionet që të mirën shumë më shumë me strategji që kanë nënshkruar vetë, të implementojnë dokumentat mbi të cilat kanë nënshkrimin e vetë. Nëse një ministër dhe një qeveri kanë nënshkruar strategjinë mbeturinave, do të thotë implementimi, s'po them që është 0, pas 1%, është 0.9% problem. Është shumë interesant. Nuk janë nda mjetet në asnjë buxhet, mjetet të caktuara nga qeveria, vetë qeveria për një strategji të caktuar. Edhe atëherë kur nuk ka mjete, kompanitë nuk detyrohen të publike ose private, atëherë nuk vullnetarisht në mjedisin askush nuk e përmirëson sepse mjedisi ka kosto. Përmirësimi i mjedisit ka kosto. Edhe gjithë secili projekt ka një kosto. Ku ndahen mjetet për përmirësimin e situatave ose të mjedisit natyrës ku shfrytëzohet resursi ose diçka tjetër, aty ku paraprakisht ndahen mjetet gjatë gjithë kohës së prodhimit. Po këtu gjithë ato mjete shfrytëzohen, harxhohen. Ndoshta edhe për luks. Dhe jo për destinacionin që nuk janë të rezervuara mjetet të saktuara të cilat do të ishin për përmirësimin e situatës. Nuk ka filtra të ri, prodhimi vazhdon me metodat e viteve 60 ose 80 në Kosovën B. Nuk ka kurfar përmirësimi të gjendjes në aspekte tjera, edhe sot Kosova dje është rëndit e 71 në botë. E 71 për ndotjet e ajrit. Është shumë. Për shembull në Mars është shumë, këtë datë është shumë. Ditë më parë ka qenë edhe në vendin e dytë. Në vendin e dytë, vendin e parë. Nuk është më rëndësi vendi, është më rëndësi ajo sasia e ndotjes, cilësia e ajrit që ne e thithim. Në qoftë se është një ditë 2 në vendin e parë, nuk është më rrezikshme se me qenë 2 javë në vendin e 15. Si po qëndrojmë këto 2 javë të fundit, me sa e keni përcjell? Ka erë, kur të ka erë, gjendja është e mirë. Domethënë fal erës, falenderohet Kiku dhe ndotja. A po? Fal natyrës. Ne kemi ajrin. Ne kemi një çarkullim. Flokët na prishën, po ajrin e kemi të mirë. Kështu që fillova me dash të frymën, erën. Si do të përmirësoj ajrin ndryshe, implementimi i rregullorës që është për automjetet ose për ndotësit në lëvizje mobil. Do të është një rregullore kur ne automjetin tonë që janë mbi 400.000 në Kosovë, të regjistruara, shkojmë në kontrollën teknike, e dini që më ia dhon dikuj 20 euro ta kryjm këtë regjistrimin. Drejtën me thonë kur nuk vetëm o kryjmë një herë. Unë shkoj vetë, tash se më dhon 20 euro isha gjithë ditën, ne shkova vetë. Tash ta shoh edhe makina ime sa i ka gastrat. Te jemi të pavedishëm për gjëra të tilla. Edhe kontrollat teknike në bazë rregullorës në fuqi do të jap një librez, një letër gjelbërt, ku makina jote ka kaluar, do thotë, në procesin e lirimit gazra. Është rregullorja që janë vlerat maksimale të lejuara të lirimit gazra nga automjeti. Jo se merr kërkush, se s'ta jep. Sa të edhe po them që s'nuk e kam bakur. Është ligjin fuqi, nuk është implementim. Më fut një shoqat, mi penalizu ose me parashit në prokurori, do thotë sipas ligjit ta gjithë do duhet dënohen. E merrti shkon, nuk e merr atë letrën e gjelbërt fare, shkon e regjistron automjetin, edhe zyrtarin shallter nuk e din që ti du të me pasë edhe që dokument për më ti dhonë tabela. Tu e kërkove ti kur shkove? E kërkova, normal, e kërkova, dhe se një emi moti që kemi punu me një lokacion vitet 2004-2005-2006 me këta që registrojnë automjete, edhe më njojnë, një shoqe nga Mitrovica, bile thash, unë nuk e solla ato të mjedisit. E gjeta në mesin tuaj. Po, e gjeta në mesin tuaj, jo, tha, nuk e kena shfrytzu kur, nuk e di mas qash, do se ta s'janë trajnu, as ju ka thonë kërkush që në qëtë regulloret për dotjen e ajrit nga automjetet, ekziston që kjo regull, e cila du të patjetët plësohet. Nuk kemi nevojë na të ndalojmë qytetarin tonë, ta blej një automjet 2015, së është 20 vjetë tash. Do më 2016 e këne ki dhejtë me blej një automjet jashtë. Po ki në Zvicër automjetet 2010-ës, që janë gjende shumë ma të mirë, me Euro 5, me katalizator, të cilët
se cili këtu që e ka një ma të vjetër, e kishë largu për me ble lirë në Zvicër me fru me doganu. Të ja kena privu këtë drejt njerëzve, edhe jemi bazuar vetëm në ato 10 vjeçare, për arsye dogana që po të mbledhet mjetëve, do mi ka sirat popullin. Mirë po të shëndeti, do të thotë, më mirë do të ishte automjetet që e kalojnë kontrollën teknike, si që duhet, se sa automjetet që është i ri, mund me qenë 3 vjetë i vjetër, mëse pas katalizatorisht. Ka automjetet 2021 falin në Kosovë, që ja kanë ne katalizatorin komplet, si ka 300.000 të kalume, edhe ai nuk e ka përpunu më gasin, edhe ishtë bloku motori, për mëse bloku këta ja hekin fare. Ja shkatrojnë. Edhe ai si të dhezet lirën gazra. Kere 5 vjeçare, 6 vjeçare në Kosovë që manipulojnë me katalizator. Ani thoi për vështë plak e ka vësit, do me thonë nuk ka të bëj kjo, po ka të bëj. Po, s'ka lidhja ka vësit plak a plak, për problemi është se si e ka gjendën aktuale. Për këtë arsye është kontrolla teknike, për këtë arsye është kontrolla gasë. E ku e dim fare mirë, jemi dëshmitar okular gjithsesi nga ne, që jemi vozitës, që kemi vetura, e dim fare mirë se si shkon edhe ky kontroll. Është fakt që ndërsa na kryejm punë më shpejt dhe dëshirojmë çdo herë nga kjo ngutia edhe nga kjo ngarkesa stresi i përditshëm që po e kemi, por në anën tjetër i bëjmë dëm vetes sonë. Këta që janë përgjegjës, do të thotë që kanë marrë, do të thotë, edhe janë dam mjetet dhe nuk i kanë fut në fuqi. Një pyetje ndoshta jo fort e zakonshme, po janë të vetëdijshëm ata që edhe ata marrin ajër në Kosovë, e dinë edhe ata vlerën e shëndetit për vetën e vet që e kanë. Ju ka rastis ndonjëherë me bisedu edhe në tema tilla? Fal nivelit të njerëzimit në Kosovë që jetojnë, të zotën popullit, se gjithmonë emën të popullit. Fal nivelit të edukimit, fal nivelit të njohurive, fal nivelit të ekspertizës së njerëzimit që jetojnë 1.6 milion njerëz në këtë vend, do të thotë ne kemi kushtet se si kemi. Një qytetar evropian me njohuri minimale, jo maksimale ose optimale, kur të vjen Kosovë, ne nuk kemi nevojë mi tregu çfarë gjendje mjedisit kemi. Eshe e bërlogën gjithka, eshe ndotin e rrugëve gjithka, loqe. I fillon kolli, i dëmton, flok, lëkura. Vjen me një zonë, shkon me 2 zona. Jo gripi, jo virusi, jo kjo normale. Nuk është normale. Virusi ku ka ndotje, zhvillohet ma shumë. Virusi ku nuk ka... Duket që shoqëria kemi atë fjallën që e ngushtojnë vetën shumë, o kone shkrume. Në shkrume, ka në kësmet dhe ja bas taksirat. Taksiratën muna me largu ka pak. Dhe që nga shumë e bukur, kjo shumë po më pëlqen metoda e mbjelljes së bimëve në këtë, do të thotë, në gjithë ato hektarë të hirit, ku po i rikthehemi sërish. Po gjithsesi që dy pika shumë interesante. Do t'i kthehemi por do i dëgjojmë edhe një tjetër këngë sepse kemi kohë dhe nuk do të lëshojmë. Jo, në vërtet po vazhdojmë sepse shpejt ikën koha me Ilir Morinën. Kështu që këto 2 pika se po e shoqë koha. Janë dy çështje që janë studiu shumë interesante. Për shembull kemi fosforën e disa bimëve që kena shfrytzuar në 5 lloje të hirit, me dhepa dhe hiri vjetër, hiri kanë qenë mbi 56 mostra. Pra bëhen klasifikimet e hirit. Gjithë ato janë klasifikuar dhe në studiu. Kemi pasur që në hirin e freskët ka pas shans as me mikorizmuri. Çfarë është mikoriza? Është një këpurt që lyhet fara. Për shembull për vendet që autostradat që dëshirojmë shpejt me gjelbru, kena me përru me në javën e autostradë Gjilanit, edhe pse ndoshta 2 vjet shkon, po kena me dëshirojmë me gjelbru. Autostrada në Kosovë që shpejt. Dojmë me gjelbru shumë shpejt, atëherë përdorim mikorizën edhe hidrosemin. Hidrosemia është një proces ku bëhet një çull me fara, me ushqys, mund më përdorë dhe mikoriza, si këpurt, edhe ajo hidhet pastaj me shpritz, lyhet krejt ajo sipërfaqe, Beranidit e 2 fillon mbirja pa marrë parasysh kushteve të jashtme, a ka shija shumë thatë, mikoriza në gjendje deri në 6 muaj me rrit këtë bim. Do të këtë farë, me qelë, më rritë syti, më rritë rënjëzët, pastaj rënjët, më forcu edhe më kriju një stabilitet. Pra, se kemi veç adim. Atëre, është e bukur për pejsazhin, rritet gjelbrimi shumë shpejt, është e bukur për ajrin, se dini sa çalirojnë makinat edhe CO2-shin e thith bari, thithin bimët, pastaj ato rriten sigurta edhe kanë sukses. Do të thotë gjithsesi do të kemi sukses në një rritje. Mund të përdoren shumë faza, në shumë vende kjo metodë që kemi përdorur ne. Pastaj kemi edhe metoda tjera të shfrytzuara këtu për shembull, edhe të cilat mund të shfrytëzohen
siç e theka më herët, në deponi të ndryshme të mbeturinave. Kërkesë për këtë libër kam më herë nga përfaqësuese Bashkimit Evropian. Jo, unë po aqe ministrës dhe pse nuk e dija na ki pru neve, po unë po shkoj në ministri, po e dërgoj dhe po them lexoj e mirë. Nuk libra, nuk jam libraria. Durat, mos po na jep durat. Dhe të mundure me nxjerr dhuratë. Kështu që janë metoda thjeshta. Është thjeshtësi gjermane brenda, është punë 5 vjeçare, janë formula shumë thjeshta që gjermanët e kanë shfrytzuar në DDR, në Republikën Demokratike Gjermane, kur janë bashku në të gjitha minierat e Dresdenit, Ne po shkruajnë atë pak të vogla këta të ministrisë, nuk mundën me lexu gazetë. Ka literaturë të cilat mund pastaj prej kësaj të jetë një urë lidhse. Unë kam literaturë gjermane se si stabilizohet dhe ose stabilizohet hiri. Tjetër fondet më të mëdha e shkronjave se ndoshta arsyetohen që nuk po shohin mirë. Natyrisht pak me shaka një temë shumë e rëndësishme dhe shumë serioze, se ka të bëjë me shëndetin e gjithë secilit dhe ndotja e ajrit nuk është e mirë për as secilin prej nesh dhe uroj që sa më shpejt të zgjidhet kjo. Po për fund, ne gazetarët që kemi dëshirën sa ishit pjesë e agjencisë mjedisit, janë ndërmarrë veprime të tilla. Po zakonisht kërkush nuk flet keq për punën që ka bërë. Se a din kur janë ndërtu do për autostrada si kemi pa këto bim për 6 muaj që rritën. Në qoftë se për shembull në vitin 2003 kur kam filluar me punu, kemi qenë laik, kemi qenë me njohuri, s'po them zero. Sa vite ke qenë në agjenci? 18 vjet ministri, 15 kryeshef. 15 kryeshef. Ku janë ato këpurdha? Ka dikun këpurdha tilla? Unë jurova agjencisë pas 3 viteve. A ka këpurdha tilla dikun që janë në mbjell? Këpurdha? Po të tilla. Ka. Në Mitrovic jo. Unë jurova agjencisë vitin e kaluar, që jam që 3 vjet jashtë. Jurova suksesin më të madh që e mrini bazuar në punën 10-15 vjeçare që kemi bërë bashkërisht. Me qëta ekspert që në fillim kanë qenë shumë thjesht, shumë me pak njohuri, kanë arritur që me qenë agjencia më e mira në raportim në EONet. Dhe keni qenë më të mirë dhe me gazetarët, keni bashkëpunuar shumë, keni qenë çdo herë. Në gjitha institucionet, edhe agjencia fillon të bëj punë mirë, po nuk është aktive jashtë siç ka qenë. Unë mund mendoj sepse nuk visha. Edhe ministrinë për mjedisin, Ministria e Mjedisit është inekzistente nëpër media. Është e vërtet që nuk e shohim. Mjedisi ka nevojë për edukim popullatës përmes informacioneve, dhonave. Njerëz nuk e dinë sa shumë ka dhona, nuk e dinë njerëz që me online në Institutin Hidrometeorologjik Kosovës, Agjencia e Mjedisit mund me pa parametra online të ujrave në gjithë Kosovën, matje online, të qastit. Ka 12 stacione të ajrit që punojnë shumë thjesht me një aplikacion në iPhone ose Samsung, do në telefon dorës, futeni e merrni atë aplikacion në çdo kohë keni dikant smur prej mushrive, edhe vreni se si qëndron. Nonën, babën. Ja, për shembull mundialin e ka me asm dhe nuk e lën me dalë atë ditë. Ka dhe parashikim, i alarmit për vëshime, që ka shpëtuar njerëzve fermat dhe teknikën, sepse është alarmu 6 shtator më herë dhe ata i kanë largu pjesë më gjatë. Sigur është paraemru për këtë javë që do të ketë rreshje dhe ka mundësi të ketë vende të vërshime. Ajo është paralajmërimi i hershëm edhe për thatësira. Në qoftë se gjatë tetorit nuk ka pas rreshje të mjaftueshme, ne gjithsesi kena pas thatësi gjatë verës ardhshme. Do të thotë nuk kemi mësuar me lexu, sa futemi në TikTok gjithë ditën, futeni nganjëherë në gjysore edhe po harrojmë që na vjen natyrën. Ekzistojnë. Po do e kemi parasysh. Faleminderit shumë Ilir Morina që ishit me neve. Faleminderit për ju.